çfarë ndryshime konkrete duhet të bëjmë sot, që nesër, sot sa jena gjallë, që nesër mos të thojmë o Zot më kthe prapë të bëj vepra të mira. Shfryzojmë, duhet ta mbushim gjithkohën që kemi në disponim me vepra me të cilat është i kënaqur Allahu i Madhërisht. Shifë. Te na muslimanat, dikush pret me thon me fal namaz, me lezu Kur'an, domthonë, ato janë adhurime. Mirë, po duhet të tregu një rregull që është më e rëndësishme se sa shembujt. Te na muslimanat, çdo lëvizje që e bën besimtari, çdo lëvizje, më e mend, domthonë dëgjoj me vëmendje, çdo lëvizje që e bën besimtari, fjalë qoftë apo vepër, të cilën e don Allah dhe është i kënaqur me të. Shifë këto janë dy kushte. Fjalë qoftë, vepër qoftë, lëvizje qoftë, mendim qoftë, çka do të bën ti, të cilën e don Allah dhe është i kënaqur me të. Qoftë ajo nga brenda teje, në gjoksin tan, qoftë ajo nga gjymtyrët e tuaja. Don krejt çka mendon ti, krejt çka vepron ti, krejt çka thu ti, krejt çka analizon, krejt çka planifikon, krejt çka bën, këto edhe normalisht i plotësojnë këto dy kushte, i don Allahu ato vepra dhe janë të kënaqur, edhe është i kënaqur me to, janë adhurim. E tash, krejt çka të bësh në jetën tonë që ka adhurim. Edhe andaj na themi besimtarëve mosh në kohën me vepra të mira. Me këto adhurime. Namazi po se po, agjerimi po se po, leximi Kur'anit po se po, dhikri po se po, vizita e prindërve po se po, vizita e familjes po se po, thirrja në Islam po se po, urdhërimin të mirë dhe ndalimin e keqe po se po, dhënia sadaka po se po. Këto janë vepra të mira. Mirë, po na themi edhe kurrenti me gruan tonë dhe fëmijët e tu që krijosh harmoninë në familje, edhe ajo është adhurim. Edhe në momentin kur ti dëfrehesh me gruan tonë, edhe ajo është adhurim. Edhe momenti kur ti shkon punon, fitosh rrezik halal, të ushqesh me te gruan dhe fëmijët e tu, është adhurim. Tashmë përmendja edhe shumë veprime që muslimanët i bëjnë, por nuk e bëjnë niyetin edhe nuk e marrin sevapin. Për shembull, një anvise që pastrojnë shtëpinë, që kur vjen burri dhe fëmijët me tu në shtëpi të pastër, edhe kjo është adhurim. Një anvise e cila përgatit bukën, drekën apo dakën, që kur vjen burri nga puna, i lodh të ketë bukën gati, apo fëmijët nga shkolla, ta kanë bukën gati, është adhurim. Edhe pastrimi i rrobave dhe pastrimi i shtretërave ton, nga anviset tona, për t'i mbajtur pastërta, edhe është adhurim. Do të unë do të them se këtë çka bëjmë brenda 24 shtat, jo vetëm adhurime që i bëjmë, po edhe veprat e rëndomta, nëse i bëjmë me fitu kënaqësinë e Allahut, edhe normalisht i bëjmë sipas rregullave të Islamit, pa i kalu normat e Islamit, janë adhurim. Janë adhurim. Ata edhe në qefin që e bën besimtari me gruan e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sadaka, i thonë ja Rasulullah, po si njëri bën qef? Thënë, po ta kishte bën haram, a kishte marrë mëkat? Tha po. Ashtu ku e bën me halalin e tij. Do thotë, edhe veprimet e rëndomta të zakonshme që dikush për neve i llogarit se s'kan shpërblime, momentin që ti i bën përfitu kënaqësinë e Allahut dhe duke rujt për shembull nderin tan, moralin tan, dinin tan, fen tonë, edhe ato shndrohen në shpërblime. Kjo që opusi i veprave të mira është i madh, që nën kupton çdo gjë që bëjmë neve brenda 24/7 shndrohet në adhurim, nëse na i bëjmë me kësaj niyeti e para, dhe e dyta normalisht bëjmë vepra që janë të mira edhe për të tjerët, janë dobishme edhe për të tjerët. E kjo është ajo që neve na mungon. Jo vetëm xhami ta llogarisim veprën e mirë, që ajo është shtylla e veprave të mira, dhe nuk duhet me mendu njëri me lon, ama edhe jashtë xhamisë me bëj vepra të mira. Pastrimin e rrugës, largimin e pengesës nga rruga, dhënien e selamit njerëzve, përshëndetjen e njerëzve, mi aqajt hallet njerëzve, mi pyet si kanë hallat, mi orientu njerëzit në rrugë. Këto janë vepra të mira që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Financiarisht me ndihmë dikon. Sadakaja ne përmendëm pak më radh, me ndihmu ekonomikisht fukaran, studentin, domethënë me ndihmu për shemb një biznesmen, një djalë i ri ka ide biznesi, është i sinqert, është i vullnetshëm, po i duhet kapital, ta ndihmosh me kapital, të japësh borxh. Atë kapital ka me ta kthyej ai. Ama thjesht të japësh ti borxh atij që ai ta nisë. Këto janë punë domethënë të mira që se vapet është i jashtëzakonshëm edhe nesër sot o Zot. Normalisht atëherë sa të bëj vepra të mira. Ti nesër mundesh me thon o Zot, me pas mundësi me bë më shumë kisha bë, pas kisha mundësi. Ç'të dosh ta marr po. Çat mundesh me thon, se mundesh që s'kisha thon domethënë, s'mundesh me thon ja lejteni qaddamtu li hayati, sikur të kisha kontribuar për jetën time të vërtet, sepse keqja është dosh. Edhe kështu ka pas shembull këtë muslimanët e mëhershëm, ka pas as njerëz të devotshëm që gjithë ditën e kanë mbush me adhurime të kësaj kategorie, saqë kanë thonë shokët e tij, ulemat të tjerë kanë thonë
filoni, për shembull Muhammed bin Wasi përmendet, me pas thonë që ti nëse ke me vdek, s'kishte çka me shtupi veprave të mira. Sekreti ka mo. Se ke çka ka pas mos i me po gjatë ditës i ka po. Normalisht sot dallojnë njerëzit shumë kushit me thonë ti nëse ke me vdek, edhe ato veprat e mira që i ka bo i lënë se i mtekan shumë vepra tjera që si ka bo, i të lovitët menja e s'di çka me bo mo, ku me anis për po, ku ka me lënë për mas, por na themi Allahu na fartë, na mëshiroft, e na orientoft vazhdimisht në veprat më të mira dhe më të dashura të Allah. Sepse na kanë nuk e di çka është më e mirë dhe më e dashur te Allah. Por lutim Allahun që ai më na inspiroj që mi bëj veprat më të dashura dhe më të mira te Allahu dhul xhelal dhe normalisht me mbush jetën me vepra të mira edhe tash. Ku jeton njeriu vazhdimisht me vepra të mira, edhe fundi ka me pas të mirë. Se si jetoni ashtu keni me vdek. E si vdesni ashtu keni morë ngjall. Andaj kur njeriu e mbush jetën e tij me vepra të mira, mendim të mirë, zemërbardhësi, falje, tolerancë, amnesti, sadaka, namaz, adhurim, zeqat, këto vepra të mira. Edhe ti nëse kështu vazhdon gjatë gjithë jetës, ke me vdekën vepra të mirë. E kush vdes në vepra të mirë, kjo është për shenjave të përfundimit të mirë. Edhe normalisht ja vazhdon Allahu me të mirat. Në jetë dynjas ka jetu mirë për shkak imanit takvallokut, ka vdek në gjendje të mirë, vazhdon jetën e berzahut me pas jetën e vorrit një jetë mirë, edhe normalisht në ngjallë fiton pastaj xheneti si shpërblim me pas me vazhduar jetën e mirë.